Ku jemi edhe njërë tjetër në fundin e programit, por do të flasim për kombëtarën shqiptare të futbollit. Sytë, mendjen dhe zemrën e kemi të gjithë atje sot në Letoni për sfidën e tretë. E treti bie, po? Jo, e katërta, sepse kemi mundur edhe Andorrën. Kështu që me Dea Kozma bëjmë një rezumet shpejt se çfarë presim sot. Vim nga një barazim 0-0 me Serbinë. Dea, shumë i komentuar, por që në fundit ishte rezultat pozitiv, le ta themi, sepse na ban në garë. Kështu që objektivat tona. Sot ndaj Letonisë vetëm 3 pikë, o burra. Sot ndaj Letonisë sigurisht është një kundërshtar i një niveli shumë herë më të ulët se sa Shqipëria, nëse objektivi i Shqipërisë është për vendin e dytë në grup, Kuqezin nuk kanë justifikime në këtë ndeshje si me Letoninë, si me Andorrën, që janë dy kundërshtar të paktën në letër të kalueshëm për kombëtaren shqiptare. Do të jetë një ndeshje që vjen vetëm 2 ditë pas asaj me Serbinë, çfarë do të përkthehet që ngarkesa fizike e lojtarëve është ende shumë e madhe. Megjithatë, siç ka theksuar edhe në konferencën e djeshme trajneri Silvinho, ka 23 lojtarë në dispozicion, të gjithë do të kenë hapësirat e tyre të nevojshme, do të luaj ai i cili jep më të mirën edhe në seancat e fundit stërvitore që braziliani ka kryer pikërisht në Letoni. Nuk do të ketë shumë ndryshime në fakt sa i përket formacionit që ne pam me Serbinë. Do të luajmë me forcat të shumta në sulm edhe në këtë ndeshje. Po, do të luajmë me forcat të shumta në sulm, megjithatë sërish i qëndron besnik skemës tij preferuar braziliani, ku në port gjithmonë Tomas Strakosha, edhe pse janë edhe 3 portierë të tjerë. Në të majt edhe Mario Mitaj duket sigur e ka siguruar fanellën e titularit tashmë. Balotazh ka në krahun e djathtë të mbrojtjes nëse do të jetë Hysaj apo Balliu. Balliu është disi më i disavantazhuar tani pas asaj paraqitjes së Hysajt. Do të kemi ndryshime në qendër të mbrojtjes, pasi këtë herë do të mungoj Berat Gjimshiti, kjo për shkak të kartonave që ai ka plotësuar, dhe për këtë arsye pritet jetë ose Ismaili Kumbulla apo edhe Arlinda Jeti. Ndërkohë mes fusha nuk do të ketë shumë ndryshime nga ajo çfarë ne pam me Serbinë, është Kristian Aslani, Laçi, nuk dihet nëse do të luajë Ylber Ramadani apo Sheu këtë herë, mund të ketë një balotazh mes të dyve. Ndërkohë në sulmi mbetet ajo që diskutohet më shumë në kampin Kuqezi, nëse do të luaj Daku që nga minuta e parë këtë herë apo do të luaj Manaj. Megjithatë e ka përmendur sërish braziliani Silvinho edhe në konferencën për shtyp, duke marrë sërish ai përgjegjësinë e asaj penalltie të humbur përballë Serbisë, kjo edhe për ta hequr pak presionin nga futbollisti. Po mbase mund ta lër edhe në stol për ta nisur si zëvendësues Manaj, ndoshta për t'ia ulur pak gjithatë presionin. Presionin e marr në ndeshje ndaj Serbisë, megjithatë edhe Merlin Daku në ato pak minuta që u fut me Serbinë dha maksimumin edhe u përpoj shumë, krijoi edhe raste, kështu që mendoj edhe këtë ndeshje e meriton një fanellë titulari. Ndërkohë nga ana majt pritet të jetë Arber Hoxha sërish, dhe nga ana djathtë Armando Broja, që duket se po bën shumë mirë në krahun e sulmit. Megjithatë janë dilema që ende mund t'i ketë deri pak para fillimit të ndeshjes, kështu që ka qenë gjithmonë hermetik trajneri Silvinho në këto. Kemi vetëm barazime me Letoninë në të kaluarën? Në 5 ndeshje direkte Shqipëria ka barazuar 5 herë, kështu që është gati. Hera e fundit është në 2002, mos gaboj. Po, ka kaluar shumë kohë. Ka kaluar kohë, megjithatë siç e përmenda Kristin në letër, kombëtarja jonë është shumë herë më lart, kjo edhe bazuar në lojtarët që luajnë në 5 ligat më të forta europiane. Letonia ka ndonjë lojtar që spikat që ne më lejo të them që kjo do të jetë një sfidë edhe pa kapitenët, pasi siç përmendëm Berat Gjimshiti do të mungoj për Shqipërinë, edhe kapiteni i Letonisë do të mungoj për shkak të një dëmtimi që ai ka psuar. Letonia vjen pas një barazimi pa gola ndaj Azerbajxhanit, çfarë përkthehet që ajo lodhja fizike, ngarkesa e shumë ka bërë që realisht lojtarët lodhen edhe mos t'japin maksimumin. Megjithatë, siç e përmenda, është një ndeshje ku Shqipëria do të kërkojë vetëm 3 pikë. Kjo edhe për shkak të objektivit që Kuqezin ka në grup, vendin e dytë, çfarë do të përkthehet edhe me play-offin e një bilete historike që Shqipëria do në botrorin e vitit 2026. Megjithatë, situata në grupin K është e tillë që Shqipëria për momentin ka 4 pikë dhe Serbia ka vetëm 1 pikë. 1 pikë, por ka një ndeshje. Po, dhe Serbia megjithatë luan sot me Andorrën në 20:45 do të jetë ndeshje paralele. Praktikisht është një ndeshje e fituar nga Serbia, tani le të jemi me këmbë në tokë, se besoj që do të mund t'i bëjë dot rezistencë të madhe Andorra. Dhe do
Megjithatë, Kristi, e tham që në përballje të tilla Serbia-Andora, Serbia është më e favorizuar, por nëse do të shohim situatën te Serbia, është realisht shumë e nxehtë. Pasi sërish trajneri Dragan Stojkovic është vendosur në qendër të kritikave, jo vetëm nga gazetarët, nga tifozët, nga Federata e futbollit serb. Kjo për shkak të atyre komenteve që Stojkovic kishte bërë pikërisht për atmosferën e krijuar në stadiumin Arena Kombëtare, ku kishte përgëzuar tifozët kuqezi, ku për herë të parë në karrierën e tij nuk kishte dëgjuar himnin serb, por kjo e kishte bërë që ai ta këndonte akoma edhe më fort, edhe ishin emocione të papërshkrueshme. Kështu i përshkruante ai në pak në kontradikt me pjesën tjetër të mediave serbe që duan që ta ndjeshin. Edhe të gjitha edhe në kundër Federatës serbe, e cila në një koment kishte thënë që Federata Shqiptare e Futbollit na priti shumë mirë, organizimi ishte shumë mirë, por la për të dëshiruar tifozët në tribuna, të cilët gjatë 90 minuta kanë ofenduar me kore raciste për Serbinë. Me patjetër përgjetur diçka, por a do të ketë shqiptar? Kanë shkuar shqiptar në tifoz në Letoni? Do të ketë shqiptar, do të jetë pikërisht ai tifogrupi më i vjetër që Kombëtare ka, që janë tifozët kuqezi, ata që ndoqën ndeshjen ndaj Serbisë për fatin e keq jashtë stadiumit. Këtë herë kanë udhëtuar deri në Letoni, ka qenë një udhëtim i gjatë në fakt që ka qenë që nga dita e djeshme e deri më sot, ata kanë festuar, kanë patur mundësi që dhe të komunikoja me disa prej tyre, janë qindra në fakt, kanë udhëtuar shumë, edhe kjo edhe për t'i dhënë një mesazh mbase Federatës Shqiptare të Futbollit që asnjë nuk mund t'i mbajë larg kuqezimve. Në fakt, mua më bëqefi shumë kur pasha të postimin e tifozëve kuqezi, sepse me të vërtet atje ti ndihesh krenar vërtet, kur kupton se kush janë tifozët e vërtet, që pavarësisht gjithë situatës që u krijua, ata shpenzojnë para, shpenzojnë nga koha e tyre dhe shkojnë deri në Letoni për ndjekur ekipin kombëtar dhe ne urojmë që do të ketë shumë fat. Po situata po thoja është e tillë që Shqipëria nëse sot fiton do të shkojnë kuotën e 7 pikëve dhe do ta mbaj të paktën derisa të barazohet me ndeshje Serbinë poshtë saj. Çka do të thotë që nëse ne marrim të mirëqenë që do humbasim dhe ndeshjen tjetër me Anglinë, që është favorite, e gjithë betejë mbetet në Beograd, apo jo. Pra atje caktohet vulloset se kush do të jetë skuadra fituese. Po e marr që i kemi marrë pikët edhe me këto skuadrat që janë poshtë. Në tetor do të jetë. Mendoj që edhe sfida direkte Kristi është midis këtyre dy kombëtarëve dhe dy ndeshjet që do të vullosnin se kush do të ishte në vendin e dytë, duke marrë të mirëqenë që Anglia nuk mund të bëjë një surprizë edhe të mundet ndonjë nga këto kombëtare të këtij niveli. Pra, mendoj që dy ndeshje direkte edhe lufta e vërtet sportive, kam quajtur, ka qenë ndeshja në Tiranë, ku për fatin e keq barazuam, nëse gjërat do të shkonin ndryshe me atë penalltinë e Manaj, nuk do të flisnim kështu sot, do të mjaftoheshim edhe me barazimin në Beograd, por në këtë situatë mendoj që vetëm fitoria. Mos është prapë data 14 tetor apo jo? Jo, mos gabojsh 11 tetor. Por të paktën uroj që me mikpritjen që ne i bëm serbëve, flas këtu nga pjesa e masave që u morën nga organizimi i të gjithë ndeshjes, uroj që të paktën edhe në Serbi të bëhet e njëjta gjë dhe lojtarët tanë mos ta ndjejnë veten të rrezikuar apo në presion apo. Po kjo do të jetë ndeshja e radhës pra pas Letonisë, kjo do të jetë e radhës me Serbinë në tetor apo ne do të luajmë edhe më herët? Jo, fillimisht luajmë në shtator, mos gaboj, më pas në shtator. Po, kemi ndeshje në shtator, më pas luajmë në tetor, pra nga çdo muaj kemi një ndeshje. Nga një përballje. Kështu që mbetet për tu parë është një situatë që akoma nuk mund të flitet nëse Shqipëria realisht mund besoj tek ajo bileta për në botrorin e. Si neve të kalojmë të dytët, pastaj se çfarë ndodh ajo do të jetë pak çështje fat. Për shkak të mungesës së Berat Gjimshitit do të kemi Adrian Bajramin, i cili është thirrur nga trajneri Silvinho, kjo për të plotësuar edhe numrin 23 lojtarë që i lejohet pra në një ndeshje. Trajneri Silvinho ka folur edhe në konferencën për shtyp që mund të ketë edhe ai hapësira, ka bërë shumë mirë te Benfica edhe pse nuk ka luajtur minutat e nevojshme që do donte një trajner që ta shikte lojtarin e tij. Megjithatë mund të ketë hapësirat e tij, për këtë po them që mund të ketë edhe surpriza sot në formacion, duke qenë se përballemi me një kombëtare që
nuk është e nivelit ton, modeste, ku do të kërkohen vetëm 3 pikë. Aulona? Një detaj e rëndësishëm, Kristi, ishte edhe drejtori sportiv i Milanit në arenën kombëtare që mediat italiane kishin folur direkte pse ishte Iglitar aty përveç se ishte edhe një shqiptar. Mendohet, po flitet shumë për një transferim të Berat Gjimshitit ose Armando Brojës te Milani. Duke qenë se Gjimshiti Igli ka ardhur të shoh ndeshjen edhe për shefin e tij. Po, përveç faktit se është shqiptar, ata e përmendnin, por kishte interes që mund të kishte ndonjë ofertë për Gjimshitin ose Brojën. Gjimshiti ka marrë një ofertë tunduese nga Katari dhe nuk dihet nëse mund të jetë më afër Milanit, por për Brojën realisht interesohen. Do pëlqente shumë Broja dhe Milani, nuk ishte shkon shumë. Besoj çdo tifoz i Milanit shqiptar do ta donte. Po është edhe kjo Fanela Kuqezik, kështu që jemi mësuar pak me të. Faleminderit shumë. Mirë, shpresojmë për mirë atëherë, ëh. Çfarë ta lëm 1-0 do të ishim okay? Po ti këtu e gjetë 1-0. Po 1-0 them unë se me atë modestisht. Na mjafton fitoria. Fitoria, dakor, 1-0 e lëm. Okej, shohim si do të themi nesër dhe komentojmë. Faleminderit Dea. Qoftë me këmbë të mbarë. Mirë, jemi në fund. Forca kombëtare Skuqezis na mbetet gjë tjetër zonjat dhe zotrinj, presim mbrëmjen për të parë pak se si do shkojë. Mbrëmje e bukur. Kështu që ne shihemi nesër tani, do komentojmë këtë dhe shumë të tjera si për herë këtu në Tiranë. Absolutisht. Kaloni mirë deri atëherë. Pafshim.